Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të Radio Televizorit e Zëri Lirë. Jemi me ju sot e martë datë 14 tetor 2025. Pra në mikrofonit e si çdo natë moderatorja juaj Lule Shabani nga studio qendrore në Gjermani. Kemi knacin të mirëpresum në bashkëpunim të emisionit e natës kusante, kemi një temë ku mund të bëni pjesë telefonata apo edhe e shkrimeve të juaja në numrin tim kontaktues të pandryshuar të Viberit në +33 481 509 70. Shpresoj se keni kaluar një ditë e bukur dhe një ditë e qetë dhe jeni të gjithë shëndoshë mirë me familjet e juaja. Ju kisha thënë të bëni sa më shumë shpërndarje në faqes tonë të Facebookut që t'ju dhem hapësirë edhe dëgjuesve tjerë të jemi pjesë e emisioneve tona. Ato ju falendëruar çdo herë për shpërndarjen që bani, e respekt nga unë Lule Shabani dhe stafi i Radio Zërit e Lirë. Pra të dashur dëgjues, unë edhe një herë në emrin e stafit të Radio Zërit e Lirë ju përshëndes dhe ju falenderoj se asnjëherë nuk më leni vetëm. Dhe çdo herë jeni ju ata që më jepni forcën dhe krenarin të jem këto çdo natë bashkë me juve. Respekt pa fund, Zoti ju rujtë dhe ju bekoft me familjet e juja kudo që jeni, kudo që jetoni dhe punoni. Faleminderit shumë me mia herë nga zemra ju përshëndes dhe ju falenderoj. E pra të nderuar dëgjues, sonte kemi një temë që me të vërtetë ja vlen të debatohet apo edhe ju të japni mendimin e juaj rreth kësaj teme. E tema për sonte është kjo: rrjetet sociale, kërcënim apo mundësi për shoqëri. Pra kjo është tema. Nëse nuk i pëlqet tema, mund të telefonani të përshëndetni, të uroni, pse jo, edhe bisedë lirë të bashkë bisedojmë. Çdo herë tek Radio Zëri Lirë, fjala e dëgjuesit është e lirë, asnjëherë nuk ndërpritet, asnjëherë nuk janë minutat e kufizuar, kështu që ku tjetër vetëm te Radio Zëri Lirë. Pra ju lutem bëni sa më shumë shpërndarjen dhe pëlqeni faqen tonë. Mund të na ndiqni emisionet tona një ditë mbrapa, pra edhe në YouTube vetëm klikoni dhe shkruani Radio Zëri Lirë. Ato ju del, mund të na shiqani emisionet, po ashtu jemi duke shku edhe në të gjitha platformat, në Shkabaj, në Radio Shqiptare, pse jo edhe ato 24 orë ka muzikë folklorike, muzikë të zgjedhur, muzikë të bukur, pse jo të na dëgjoni. Faleminderit shumë pra të dashur dëgjues, unë filloj të lexoj komentet duke ju falendëruar çdo herë për shkrimet, për përshëndetjet që i bani këto në live stream. Një përshëndetje dhe përshëndetja parë si çdo herë na vjen nga Presheva heroike, pikërisht nga dëgjuesi jon Fehmia Hiv, ku na shkruan Mirëmbrëma Lule Shabani. Faleminderit i nderuar i Fehmia Hiv, mbrëmje të bukurit mirë edhe për juve. Po ashtu na shkruan Gani Bajrami Radio Zëri Lirë, përshëndetje stafin dhe gjithë dëgjuesit. Faleminderit i nderuar i Bacigani edhe ne të përshëndesim, të urojmë mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Po ashtu na shkruan edhe Gjevdeta Liçkaj, përshëndetje RTV Zëri Lirë, përshëndetje stafin drejtoresh, moderatore Lule Shabani, përshëndetje për të gjithë ju të pranishëm. Faleminderit shumë i nderuar i shlimtari ju nga Deçani heroik, edhe ne të përshëndesim familjarisht dhe të urojnë mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Po ashtu nga Shkodra e bukur na vjen përshëndetja radhës ku na shkruan Mateo Katalina. RTV Zëri Lirë, mirëmbrëma nga Shkodra me moderatoren yllin e moderimit Lule Shabani, stafin dhe dëgjues argëtim të bukur me nga një kafe. Faleminderit shumë nderuara Mateo Katalina dhe ne motrush të përshëndesim atje në Shkodër të këtëruar mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Po ashtu përshëndetja radhës na vjen nga Yunus Zejnullahu ku na shkruan Lule Shabani, përshëndetje e nderuar, respekt pafund. Faleminderit shumë Bacianus dhe ne të përshëndesim mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju familjarisht. Na përshëndet edhe kry administratori dhe vendasi Avni Qenimi ku na shkruan. Përshëndetje staf drejtuesi Radio Zërit e Lirë, drejtoresh Lule Shabani e kry administrator Rahim Fegashi, mbrëmje të bukur me vjetë, mbrëmje të bukur Radio Zëri Lirë, Zoti ju bekoft dëgjuesit besnik, respekt pafund.
Faleminderit shumë i nderuari Avni Qerimi Vendas dhe administratori Radio Zërit e Lirë, edhe ne të përshëndesëm, të falenderojna dhe të urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Po ashtu përshëndetja radhës na vjen pikërisht nga Gjermania, nga vendasi Cen Lausha ku na shkruan. Përshëndetje mirëmbrëma gjithë dëgjuesit të shtëpisë së madhe të Radio Zërit Lirë me moderatore Lule Shabanin në respekt, recept, dëgjim të këndshëm. Faleminderit i nderuar Vendas, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve. Faleminderit si çdo herë, respekt pafund. E një përshëndetje na vjen nga shërbimtari jonë Selman Pallushi. Përshëndetje për të gjithë, respekt. Faleminderit i nderuari Selman, edhe ne të përshëndesëm familjarisht, të urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Faleminderit dhe respekt nga stafi, po ashtu edhe nga unë. Respekt pafund. Faleminderit shumë. Një përshëndetje na vjen edhe nga Agim Berisha, ku na shkruan përshëndetje së Muharxhuki Miku. Faleminderit i nderuar Agim, edhe ne të përshëndesëm, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve. Faleminderit e respekt. Po ashtu kemi përshëndetjen e radhës nga Ismet Shala, ku na shkruan. Ai mirëmbrëma, përshëndetje stafin dhe gjithë dëgjuesit. Faleminderit i nderuar Ismet Shala, edhe ne të përshëndesëm dhe të urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Po ashtu nga Ferizaj na vjen përshëndetja radhës nga Adifete Ajdari, ku na shkruan përshëndetje Lule zemër dhe për ju dëgjues respekt. Faleminderit e dashura Adifete, edhe ne të përshëndesëm, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve familjarisht. Po ashtu nga Novi Pazari na vjen përshëndetja radhës, ku na shkruan Hamdia Çeliç, mirëmbrëma. Faleminderit i nderuar Hamdia Çeliç, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve. Faleminderit si çdo herë që je bashkë me neve. Rahim Bucolli, përshëndetje, faleminderit i nderuari Rahim, edhe ne të përshëndesëm dhe të falenderojna. E një përshëndetje veçantë dhe shkon për dëgjuesin tonë Wilson Prejna, ku përshëndesëm dhe i urojna argëtim të bukur, nëse është në punë të palashme, i nderuari Vendas Wilson Prejna. Po ashtu një përshëndetje na vjen edhe nga Shtetet e Bashkuara të Likopsit, nga Shaq Rrota, ku na shkruan përshëndetje Lule. Faleminderit i nderuari Shaq Rrota, dhe ne të përshëndesëm dhe të urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Oj Lule, na shkruan Hamdia Çeliç, faleminderit shumë Hamdia, këtu jam, respekt pafund. Një përshëndetje na vjen prapë nga Deçanin, nga familja Liçkaj, ku na shkruan Hava, ku e përshëndesëm dhe e falenderojna. Përshëndetje Lule Shabani, ka lë bukur zemër, faleminderit shumë, mund të marrni telefonat edhe pse fort po guten, nuk e di pse, po pritni deri të hapi që 2 herë është të thirr, por do të bëj, po e marr. Ju kërkoj falje në komente, po do ta marr. E kemi tashmë edhe telefonatën e parë për sonte. Alo, përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se na erdhe Agim. Mirëmbrëma Lule, përshëndetje për ju, stafin dhe gjithë dëgjuesit. Faleminderit shumë. Si Agim dhe si kaluve? Mirë jam, mirë po kaloj, mirë po punoj, jetë çështo tu i ndimen. Gjithmonë që është mirë, ajo kryesore, kur është neta, është mirë gjithçka, po edhe pa punë mos na lash Zoti. Vallai çashtu është. Ju a jeni mirë? Mirë, faleminderit për pyetjen, mirë, edhe na jemi mirë, po kalojmë, çështo edhe na, punë shpe. A ke mungu te, a ku mungohen? Jo, për Zotin unë jam kanë edhe pram, edhe për pram më kanë rroha, par që të pram jam kanë, kështu që nuk e di. Nuk e di. Nuk e di kush ka mungu. Po ta tregoj një tmet të vereshme. Po? Kur të thirri, kanë qef në thirri poj, A, B, ma nga të moski ku e qanë. A dhe bishku kështu rren. Po? Kur nuk pëndohet të në mos thirri. Kur për të nëzojnë rani, na? Nuk o gjanë, i mirëse ordër gjitha herë, mrena mundësive, telefonoj pari, pse ja, gjitha herë, unë, sidomos telefonatat e para i marë, por nga njëherë po guten ende, pa ha programin, po telefonojnë, kështu që me ty s'ka ndodhur, ashtu po si do që tjetë, të gjithë dëgjuesit e kanë respektin, edhe është knatësi kur na telefonojnë dëgjuesit. I presëm me të vërtet me knatësi.
pak shako, po ka njerës janë mundësi të del diçka që me të pengu, po në rrodh por deshta me avuru fitoren prom edhe Shqipëria atë natë na kanë knoqë. Gjulje? Faleminderit shumë edhe une, po ta uroj edhe ty fituren edhe Shqipërisë edhe të Kosovës, pra dy kombëtarët ja fillon marr me kombëtarit. Dy fiture mrena jave. Atë natë si ka fitu Shqipënia, besa nuk e di kur ju më konë ma i lumëtur, kohëve të fundit, edhe kanë luaj fenomenale. Prom po ashtu. Ka qenë kënaqësi që edhe për Kosovën, nuk po tham ju, se na jem kosovarë edhe shumë bukur, por me qenë se ka qenë ndeshja pikërisht në vendin ton anë me ato, edhe çfaluset flamuri edhe me fitore, me të vërtet ka qenë shumë kënaqësi. A beson këtu të nën qytetin ku jetojnë, rrafshja 2 orë e kanë kall qytetin me flamoj, me sfirena, me knaq shpirtin au ka për zotin. Gjithka i shkon kjo. Që prom për Kosovën nuk kanë bo, a atë natë për Shqipënien kollë kanë. E vërtet. Edhe jo veç Kosovë e Gjermani, po në gjitha unë. E vërtet. Bravo ju kuft, na kanë bo krenar. Po more qëshja. A gem, a do të kyqesh tem apo ja, si të dëshirash? Po more, po. Rrjetet sociale, kërcënim apo mundësi për shoqëri? Jo, be lule, na kërcënimet e punë të këqia i bojna vetë. Po na do të me konë, po përbes, do të me konë mirë njës për këtë mundësi. Nuk është krejt papore dhe rrjetet sociale, po e pagu një herë mujtë edhe arrën thukë që papore. Shemëll Vajberi është papore. Edhe këto tjera, ta na i ki për një mujtë kryme, mirë po tashtë që shtilet njeri në rrjetet sociale, nashta edhe ma i keqo njëtë përdeqme. Pse mu bashto? Sot s'mon me ndodhë dishka dhe me thonë hajtë se s'nin dikush, ose se të kërkush. Jo sot për din krejt. Mirë po, se ti, jo më nuk gjithmonë me kolli sinqert për veti, nuk u dole lekush me thonë vëlla, në thirë reagimi jam boni qështuja dishka, për ata edhe marrë pjesë e hije, rrije, relaksiona edhe për veti, shtu që me ditë mi përdor është gjë e pazavendësueshme, po informohesh për çdo sen, brenda minutit. Ata mërmenja që kemi kriju një farë varësi në këtu rrjetet sociale, na ka bon sikur ves, pa mor parasysh, a na pëlqen, as pëlqen, duhet me hi. Dhe sidomos Qëta qështu që kanë qelë radio si ti, edhe po na pëlqeni, normal që imi po sukur të mborën për tyne. A thash mirë? Besoj që po, masi më përmene mu. Unë do është ta me vetë shoh që nda bojmë borën për ti këtu, këpës dhja vdolla u kësajt. Jo, no, i shoh që është aktiv, e përshëndes shoqën shumë. Agim, unë shumë të falenderoj, por a na ke pregadit një kong për sonte se ka gjambatis na ke gnu? Se di lule, sonte përshkoj me një pak ma ndryshe, edhe në fund më kalzon, a po bëjta me vazhdu, a me ndërprej këtu, a din me këtë lloj muzike. Okej, të dëgjojmë, mikrofoni për ju, kur ti ishi ga që mund të fillash? Se i ki veshtë dhe ti, këgjo. Una? Ja, nuk di, nuk një bashmirën. Hajde, lutë. Shkojmë. Edhe nëse të thet dikush, se më pushoj zemra e shkret, ti jetoje i jetën tone, si kur kush me njoften jet, ti jetoje i jetën tone,
si kur s'me njohte njet. Vonë të doli per muljoti, vonë të erdi keq per mu, vonë është sot, vonë është nesër, në zemra tona me I bashku. Ne me në gjesin e kësaj jete, djeli mo nuk do të lind, per ne edhe pse te dua shumë, ti per mua në ma nuk je, edhe pse te dua shumë, ti per mua ma nuk je. Vonë të doli per muljoti, vonë të erdi keq per mu, vonë është sot, vonë është nesër, zemra tona me I bashku. Vonë të doli per muljoti, vonë të erdi keq per mu, vonë është sot, vonë është nesër, zemra tona me I bashku. Tlumt. Wow. Bashmir që e ke ndrru stilin, super. Edhe një këngë, me të vërtet një këngë shumë emocionuese, sa herë të një më emocionon kjo këngë se me të vërtet. Veç edhe ke kënu halal të kohë, ti kënën çdo herë po dëgju mirë, respekt pa fund. Faleminderit Lule, përgëzoj për emisionin. Përshëndes ty me familje, Amni Qerimin, Cella Ushën, Basit me mos ta harroj, se ai popull shpendorje barabar me mu. Të falenderoj shumë për gjithë shka, për kontributin që e për ne si radio, për dëgjus tanë, për shpendarjen, për telefonatat, për të këngë të bukura që me të vërtet e begaton emisionin respekt pa fund nga unë edhe stafi im Agim. Edhe një fjallë, Lule, sa herë të ndoj, që del kënga bukur, dije që jam me kry kadrenica. Po thua. Ade se nestra e qesëm në YouTube këngën tonë, Mustanin. Falenderit shumë, Agim, me respekt pa fund. Falenderit gazetë. O, respekti, ju mbulloft katë që shkoshi, një natë mirë e mirën dhe gjoshme. Natën e mirë, gjithë mirat, respekt pa fund, këto. Pra, të dashur dëgjuese, kishëm